Se ka pasur persona që u kanë ndihmuar në këtyre kriminalëve që të ndrojnë rrobat, uniformën në hotelin Rajnska Banja, të duhet të jetë dënim me burgim përjetshëm. Gjykatat kanë pak sfida në sigurimin e dëshmitarëve. Shumë shpejt ky rast do ta merr edhe epilogun. Ky proces mbetet sfidë pra për gjykatën, prokurinë, dhe duket i pakompletuar dhe i mangat, meqense se nuk është zbatuar gjykimi në mungesë, dhe se nga 42 të akuzuarit, pra i kemi 3 që janë duke u gjykuar, ndërsa pjesën dërmuese të atyre që dihet, sepse gjatë procesit ne kemi vërejtur se ka pasur dhe shumë persona të tjerë që kanë qenë të implikuar në këtë rast dhe nuk janë ndoshta as të akuzuar dhe ndoshta nuk kemi njohuri edhe për dhënat e tyre fare. Unë, si përfaqësues i palës dëmtuar, jam detyruar që të parashtroj dhe kallëzim penal për disa dëshmitar që kanë dëshmuar në fakt në fazën parapenale, respektivisht kanë dhënë deklaratat e tyre kur janë marrë në pyetje menjëherë pas sulmit, por kur kanë ardhur në gjykatë kanë hezituar që të dëshmojnë, e që dëshmia e tyre paraprake, pra ka argumentuar se ata kanë qenë në një farë mënyrë ndihmës, së paku ndihmës të atyre që kanë qenë të armatosur dhe janë strehuar në një hotel në Banjska që është Rajnska Banja, dhe se ata drejt për drejt kanë qenë pra të implikuar në këtë çështje. Ata tregojnë, këta dëshmitar kanë treguar më herët në fakt se ka pasur persona që u kanë ndihmuar në këtyre kriminalëve që të ndrojnë rrobat, uniformën në hotelin Rajnska Banja, të veshën në rroba civile dhe të deportojnë ndoshta pa u vërejtur fare në rrugë të tjera, ndoshta edhe në rrugët ligjore në përpikën kufitaret zyrtare të Kosovës. Tani koha pra e marrës në pyetje të dëshmitarëve të mbrojtjes, që tani për tani janë të propozuar 2 dëshmitarë, mund të kenë ndoshta dëshmitarë të tjerë të propozuar, por besojmë që vetëm se janë parashtruar propozimet e mbrojtësve. Nuk e di se sa do të na merr kohë tani provat materiale, ka videoinjëzime të shumta, por eventualisht varet se si do të procedohet, do të konstatohen ato të shikuara gjithë ato videoinjëzime apo do të lëshohen në gjykatë dhe se më pas është marrja në pyetje të akuzuarve. Unë besoj se ata s'kanë çfarë të deklarojnë përveç se do të mbrohen në heshtje dhe më pas fjala përfundimtare dhe shpallja e gjykimit. Besoj që nuk do të merr shumë kohë ky proces tani për të përfunduar. Besojmë se ky vendimi nuk e dim akoma se cili do të jetë verdikti i gjykatës, por ne shpresojmë me bindje të thellë se duhet të jetë dënim me burgim përjetshëm. Por gjithherë pra mbetet sfidë mungesa e gjykimit në mungesë, që pjesa dërmuese e atyre që kanë qenë të përfshirë në këtë rast akoma bëjnë plane, akoma janë të lirë dhe ndoshta pretendojnë që prapë të bëjnë ndonjë sulm tjetër apo eventualisht në forma tjera të ndikojnë dhe në zhvillimin e drejtë dhe ligjor gjitha proceseve që zhvillohen në Mitrovicën Veriore. Besoj që ka mjaftueshëm prova për arsye se të njëjtit janë arrestuar në ditën kritike, janë arrestuar me armatim dhe të cilët kanë marrë pjesë në sulmin e Banskës. Tani besojmë që gjatë vitit 2006 do të kemi edhe epilogun e shkallës së parë. Sigurisht që gjykatat kanë pak sfida në sigurimin e dëshmitarëve, të cilat janë shtetasit serbë dhe të cilat nuk i lajmërohen pozitivisht ftesave të cilat dërgohen nga gjykata e Kosovës, për arsye se, siç e kemi parë edhe në instancën e fundit, një dëshmitare e propozuar nga prokuroria speciale e njëjta nuk gjendet në territorin e Kosovës. Pra, besojmë që shumë shpejt ky rast do ta merr edhe epilogun e shkallës së parë.